Embargo ruse ndaj vendeve të Europës që ndalon import-eksportin e produkteve bujqësore nuk do të ndikojë në ekuilibrin e tregut të grurit në Shqipëri. Ministri i Bujqësisë garanton se çmimi i bukës nuk do të ndryshojë pasi prodhimi vendas gjatë këtij viti plotësoi rreth 70% të nevojave. Ministri i Bujqësisë Edmond Panariti në një konferencë për shtyp sqaroi se tashmë po shihet mundësia e gjetjes së tregjeve të reja për import. Nuk pritet që ne të kemi në rritje të çmimit të bukës apo të miellit, pasi oferta është e bollshme, kështu që edhe eventualisht mbyllja e ndonjë porte të importit absolutisht kompensohet me oferta të tjera të krahasueshme dhe të pranueshme. Këtë vit aspirojmë të plotësojmë deri në 70% të nevojave me grurin ton. Kreu i Bujqësisë deklaroi se eksportet shqiptare janë rritur sidomos drejt vendeve të rajonit. Rritjet jashtëzakonshme kanë pasur eksportet bujqësore, për cilën ne mund të krenohemi sepse kemi praktikisht në disa qarqe 2 fishim të eksporteve bujqësore dhe kjo është një arritje po të kemi parasysh që ne jemi ndodhur dhe de facto jemi ende nën efektin e embargos së prodhimeve bujqësore ndaj tregut rus. Harta e eksporteve të prodhimeve shqiptare përfshin 20 vende nga Bashkimi Evropian dhe rajoni, por edhe në SBA dhe Kanada.